Gramoz alias Dritan Rexhepi ka mohuar të ketë lidhje me rrëmbimin dhe vrasjen e Jani Prengës, ngjarje ndodhur në janar të vitit 2020. Për herë të parë pas ekstradimit në Shqipëri, Rexhepi u është përgjigjur pyetjeve të prokurorëve në gjykatë. Për akuzat e ngritura, Rexhepi thotë se është vënë në dieni nga familjarët e tij, më konkretisht nga bashorti i motrës së tij, Dorian Velaj. Ai mohon të jetë Gramozi që del në përgjime, madje ka kërkuar që prokuroria t'i publikojë ato dhe të bëjë edhe një ballafaqim mes tij dhe vëllait të Jani Prengës. Gramoz Rexhepi gjithashtu ka mohuar lidhjen me Gentian Funiqin, i cili akuzohet se dha urdhrin për rrëmbimin e Jani Prengës në janar 2020. Edhe për Martin Bletën e Korrado Gështenjën, thotë se nuk i ka dëgjuar kurrë dhe nuk ka pasur asnjëherë kontakt me ta. Mbrojtjen e tij Gramoz Rexhepi është shprehur se ka tentuar ta bëjë edhe nga Aratia. Ai ka rrëfyer se ka folur edhe me gazetarin Artan Hoxha, të cilit i ka dërguar disa foto për të treguar se në momentin që ndodhi ngjarja, ai ishte izoluar në burgun e Ekuadorit. Nga ana tjetër, prokuroria ka paraqitur në gjykatë biseda të reja të dala nga aplikacioni Sky ECC, komunikime të zhvilluara mes Rexhepit dhe Altin Hajrit, që është gjithashtu në kërkim për të njëjtin krim. Jan Prenga u rrëmby dhe u vran në janar të vitit 2020 në Kamës. Ai u transportua në kompleksin Golden të Altin Hajrit, ku dhe u dhunua për vdekje. Trupi i tij nuk u gjet kurrë. Shkak është raportuar se është bërë zhdukja një sasie droge në Londër nga vëllai Jani Prengës, por edhe këtë gjë Rexhepi e mohon, duke thënë se nga burgu nuk ka bërë kurrë trafik droge dhe për rrjedhoj nuk ka qenë i përfshirë në asnjë ngarkesë. Madje ai mohon të ketë dëgjuar ndonjëherë emrin Altin Hajrit.